Alo, alo. Mirdita vëllezër dhe motra shqiptare kudo ku jeni. Pikërisht kjo video, kjo intervist vete për miq tan që ndodhen në Athinë për kolegun ton Shpëtim Zinxhiria. Shpëtim, kënaqësi shumë e madhe sot në një bashkëpunim që bëjmë midis teje dhe meje. Unë sot live kam një nga miq tan më të mirë, një super djalë, një super emigrant, i cili ka 12 vite në Myni, një boksier profesionist, një familjar shumë i rregullt, dhe kjo intervist vetëm për ju. Përshëndetje të gjithëve, ju uroj të jeni mirë ju dhe familja juaj. Unë jam Kelmen Talili, jam 26 vjeç, banoj dhe jetoj në Mynik i Gjermanisë, jam boksier profesionist dhe tani me datën 28 qershor kam ndeshjen e tretë që është shumë e rëndësishme për mua. Shpresoj të dalin fitues të gjithë dhe t'ju shoh të gjithëve aty atë natë ta mbushim sallën kuqezi. Kelmen, është kënaqësi shumë e madhe në këtë ditë të diel pikërisht të marr një intervistë për ju, për kolegët tanë që ndodhen në Athinë. Ju lutem, sa vite keni në Gjermani? Unë kam 12 vite në Gjermani, kam ardhur sa pa ta mbushur 15 vjeç, kam mbaruar shkollën këtu, gjithçka, kam studiuar këtu, por dhe kam nisur dhe boksin që kisha pasion që i vogël, por mundësia nuk ishte në trojet tona shqiptare që ta vazhdoja ta bëja ëndrrën tim realitet, erdha këtu dhe vazhdova boksin. Miku im, çfarë do t'i themi shqiptarëve tanë që ndodhen në Greqi? I themi që na suportojnë gjithmonë, na mbështesin gjithmonë, sepse pa ju unë nuk do isha sot këtu. Ju jeni forca dhe motivimi im që unë jam këtu sot. Edhe një miku im, pikërisht kjo intervistë vetëm për ju, është kënaqësi shumë e madhe që ne bashkëpunojmë me ju. Prandaj, të gjithë shqiptarët kudo ku janë, në datën 28, duke filluar nga ora 18:00 dhe deri në orën 22 të mbrëmjes, në një super event, në një super organizim nga miq tanë që ndodhen në Monaco. Do ndeshen afërsisht? Ndeshen 14